nderuar, përshëndetje për të gjithë. Unë ju bëj ftesë gjithëve, e di që është sot e dille. Keni marrë fshini, lani, të mundoni t'i bëni gjithë punë të shtëpisë, po për momentin di lani krejt punë, për shkak se unë sot këtu kom shëhret. Ke kom mysafir, me nëzisë se s'po pres t'ju prezentoj, po para se të prezentoj, do të falenderoj shtëpinë e modës Hera, do të falenderoj po ashtu edhe Armin Ramadanin, të cilët kujdesen çdo javë gati për dukjen time, që të dukem sa më bukur para jush në ekran. Pra atëherë shikues të nderuar, unë va bëna me dije që t'i leni punët, të afroheni para ekranit dhe ta ndjekni këtë intervistë, se për herë të parë motrat Mustafa janë këtu në studio të Një kafe me mamën. Edhe atë, jo dy se si jeni mësu zakonisht e shifni ka një apo ka dy, të gjashtat i kemi këtu. Unë bisedën do të hap dhe do t'i prezentoj më vonë, po shkojmë me një potpuri nga motrat Mustafa, të gjashtat dhe vazhdojmë me bisedën.
motrat për me nejt, erdhin e një me ju kënu, s'keni qare pa valëzu. Aho doni me bashkru, muzikan maksimum, për një qika e për djem, kënohet ka nga pa problem. Për hatër e për qep, me tu pana bajna zem, shtu son te ko ka shkru, dhe sa pa me u disponu. Për hatër e për qep, me tu pana bajna zem, shtu son te ko ka shkru, dhe sa pa me u disponu. Ju lumt goja Motrat Mustafa, Motrat Kallavllak. Unë zakonisht çdo javë në emision ju përmendi edhe sa herë kur shoh diçka grup thon Motrat Mustafa. Do të thënë non stop ju kom përmend dhe më në fund ju kom studio të gjashtave, ma keni plotsu dëshirën time. Ju falimderit shumë që pranut jeni ftesë emisionit Një kafe me mamën. Do të falimderoj në krye Lulen, e cila ishte iniciatore edhe i kam mbledh të gjashtat. S'po më ne mi mbledh 2 motra e ku mo të gjashtat, halal qof Lulen. Mirë se erdhët. S'kom hesap me ju fol krejt e për dorë, se më shkon 10 minuta, veç për me ju fol për. Sa fete po filloj bisedën. Faleminderit për ftesën, ju lumt goja, a keni me fol lesën? As më dini cëta me Janic. Tash është problem Janic, është kjo marrë madhje. Falemnderoj shumë për ftesën. Kaq. Kom hek shumë dhe i kom ledh mi prun, po ja arrita qëllimin. Kush? Ti? Bijat Safete me për Safeten kishim me ta emision. Jo, be kena fakte, ta kum hek, dhe sa i kum ledh. Po dhe për mi Amo me rëndësishme jo që unë kam fakte. Po, dhe? Kush e ka po grupin, ha? Rënovt Viberi, që i kena në shkru. Të rego Lule, pasi që fillum, si ke arrit ti mbledhish të gjashtat? Njerë unë munova mi shtin në grup, edhe krejnë Viber, e thash ma me kultur, ti tham, Motrat Mustafa jeni të ftune, qështu po e disha që nuk shkon. Tani, thirë njënë në telefon, sa më thëjke njëna po e ti të më thëjke, vala ju se që ditë kam dishka, e ma shkur të shqip, besëm që kom hek shumë. E ke hek shumë, Po ta me besoj. Safetja tani e plëtsoj ta. Po, Safetja ishte... Kur ka baci, po shkoj, u kry bat. Do më thonë fjallën e fundit Safetje. Po. Edhe shumë shtire kena për ta pru në emision Safete, se shumë i ka qef emisionet, hitë që ju priton, me nëzis për e ta thirë ndikon në emision. E para është. Safetje e para këto në mas. Po ju la juve dyjave nuk ju shti shumë me folë, se mo ju non stop në për televizion, krejt ju din juve dyjave, unë do t'ju apë hapësim pak më të madhe motrave tjera, unë tash varova, sa va mësova emi në varova. Kumria. Shkurta, Ela. Jo, i my comment. Fillojmë pakës për fillimet tuja, për fëmirin tuj. Jeni 10 fëmijë gjithsesi. Jeni 8 motra edhe 2 vëllezër. Çfarë kushte jeni rrit? Si keni fillu? Si ka qenë se juve diçka jeni këtë ndryshme, karakter ndryshëm, po diçka që ju bëm bashk është zëri. Nuk është e mundshme krejt fëmijët ta keni zërin e bukur, unë jam tu habit. Fillojmë pak fillat doni folni. Lidi, faleminderit shumë për ftesën. Me të vërtetë është kënaqësi kur jem me një emision 6 motrat.
Po të flasim për një femiri, jemi rrit një familje shumë e mirë, një familje shumë e shnosh. Kemi pas respekt gjithmonë për më të madhin, mos flasim për prindrit, po ashtu edhe për motrat me radhë. Motrat kanë fillu, s'kam shka të flasë shumë herët. Muj me thonë që në vitin 94, ndërsa u kanë viti parë që kemi pas turne, zbashku me motrat e mdhaja. E dhja turne sa fetja që o konë të ju Me resi të s'keni krumin. vërtet, po shumë e vërtet. Ndoshta atëherë bigi u kanë problemi që jena kanë shumë të reja, edhe kemi bo gabime, ka ndodhë Safetja na ka kritiku, mëse bani qështu, pse po bani qështu. Safetën lidere Edhe keni Saidja pajti. dyjat, po Saidja u kanë tip gjithmonë matë tolerante, edhe në qofse ke gabu ka thonë, hajtë se s'prish punë, se e ka kuptu që të reja, Safetja kurse si nuk të ka falë, ndoshta në atë kohë e kena një vetën paket që jena konë të reja, jena dëshpru me një mënyrë që kena thonë ku s'po ditë ku me knu, po une sinqerisht po thamë kështu publikisht, i falenderoj shumë, se Që Safetja është ato kritikat motra për neve ka qenë një mësim shumë i madh, edhe suksese normal shumë të mdhaja, do me thonë çdo kritike motra për neve ka qenë vetëm një plus. Edhe sot pse jemi nana, jemi të martume, do me thonë çdo koncert, çdo mbrëmje që kemi, nuk është e martume, falë. Po që i delfani jetës... lulja jo, lulja... Po se që shtu të thonë jena të martu, jena të martu. Jetën në rëbabës. Inshallah shumë shpejt lule, se ki kohën tash për më martume. Po si motra kalojmë shumë mirë, kritikat e motrave pranoj se janë kanë gjithmonë për të mirën tonë, kështu që i falenderoj shumë edhe pse kanë njerë bërë nervoz shumë pa lidhje, po prap janë motrat ma të mirat në botë. I du ma shumë ti në botë. Sa të e lëvdua, ma, veç me ty po foli se ti pas e muhabet e pi që të ki qëshën. Ja, kjo ka që ka të beson që nuk e pritet që të që poli të mëria, se jam su kjo pak më konë si unë e kom kritiku në atë kohë, po kjo gjdo herë nga kritikon neve. Edhe u befasova me ta të këqyrë tash ku do të nisë me poli. Ku do të nisë? I përziti këtë ka pak li u lavdë, pak Po ju dhe më hupi pak, a di menova që veç mirë do me po. Veç mirë, a? A e di që ka jo, zëvrën e plasteka, mu ma të regojt mua vetin. 94 dhe kur ka qenë Gjermani, kur ke ardhë, s'ke dit me kënu, që i ke thonë. Shumë e re, ato emocione që shdo dalë, që shdo të kaloj, emocionet e ato nuk harrohen. 500 vejt, 600, Për këtë fakt, do shta po po lidhën me diçka, ka qenë një doj unë i ndjerë që na ka morë seftë në shoqëni neve, edhe kur shkëshim në Zvicër, a jetojke në Zvicër, me knu, edhe i thejke nanës tonë. Se veç një motër në anë, atë më 5 vlazën, veç një motër, i thejke dadi, thejke. Thejke po më knoqet zemra kur pisho Safetën e Sahidën, sa kanë arritë sukses, edhe sa pidoj njerës. Po asë njëherë nuk pjo thamë që mirë keni knu. Kur arke mas binës, do me thënë aty, thike, shumë mirë jeni konë, po e di që keni pas aftësi me knu dhe ma mirë. E dhe shumë sebre, po na mirë ke mas, a dispatas distoni mas shumë mirë ke, ja një mirë, po jo. E nanës tonë i thike s'po du mjë thonë se tani ju rritët menja, dhe janë 3 edhe ju rritët menja. Edhe na këto janë konë shumë mirë, po ka njerë kena pas që pak mi kritiku që s'mi rritë menja dhe këty nëse... Të dyja pak e se maj vetën manal, dhe me këne jena të para, ta më kupton? Po, mos sa vjetë kena bo. Ne jena pak ma të famshme, dhe me këto për ju kritikon, për ju kalzën qëshme. Ajo është një realitet edhe do të me pranu, e normal, po... Pikrish me këtë desha të lidhem. Falë Zotit që janë konë ma të mbaja, edhe kemi shku rrugës tyve, menoj që s'kemi bo gabime. Së më keni motër mu që kisha po. Edhe s'ku kena me vazhdu, deri sa Allah i ka thonë me këndue, do t'i pysëm. Najherë në ashta e kalojna, po... Ka najherë pa. Najherë s'koj... Edhe pak i ndirim penzion. Po t'ashti... Penzion më të medal, bolma. Bolma. Bolma, ka mos të motrat Mustafa, këto dyja. Motrat janë 8, nuk janë... Se janë veç 2. Po, ne përmendëm se jeni 8 motra, po këto i kemi vetëm 6. Qa ndodh me ato 2 tjerat? Motra e madhe Zoja ka knu shoqëninë Afroditës e para ka fillu. Atëre e ka ndërpre, kemi fillu Safetja e dyta, ka fillu shoqëninë Vezir Frashër, mas një viti 2 kom bashkan gjitu se jam konë shumë e vogël. Motra tjetër është Ganja që punon në postën Prizren, ajo ka kry shkollën e muzikës, pas njëherë nuk ka pas qef më për atë të skenë. Shkollë muzikës në post, sa Po, mirë. shkollë muzikës e ka kry, edhe asë njerë s'ka dosh me dojnë në skenë. Është e pa mundur ato me shti me dojnë. Saide, gjithë e dim se ju dyja keni qenë matë njoftuna për publikun,
kur keni dalë, në fillim keni dalë vetëm ju dy motrat. Ndodh që ju ngatrojnë, dulen do shpekulime, do fjalë kom digju. Po, kanë knu shumë duete, Po. edhe për atë arsye dhe nëse ka knu një duet tjetër e kanë dalë njerëz kanë thonë janë motrat Mustafa, Ilan Verves i kanë pa dy. Po. Thonë ajo është keq kuptimi. Sa i përket, domethënë si motrat Mustafa kemi fillu si të vogla, edhe kemi vazhdu në vazhdimsi, kur në rritë dhe këto, ka knu edhe Ela si soliste vet, ka knu Kumria si soliste vet, kanë qenë në një shoqëri aty në Prizren, kanë marrë çmime, shkurtja, Lulja më ka pas kjo këtë një stil tjetër. Lule Në një Lemani, mos ma në një kohë kur u bën një show televizive, kishte Naim Abazi atëherë në Nistenish, edhe na ftoi tha pse nuk po bëj krejt bashkë. Aty lindi një ide pse mos me knu diçka bashkë. Edhe me të vërtet është pëlqy shumë ajo potpuri. Domethënë atëherë vetë kërkesat e njerëzve neve na kanë shtyr që me punu diçka bashkë. Me kohë fillon bashkë. Edhe me punu bashkë. Jam shumë e lumtur që me të vërtet si potpuri ka jetë shumë. Funksiononi shumë bukur. Kërkesat janë shumë vëllaja më konë krejt bashkë, por në pa mundësi sepse është pak problem. Bashkë më konë gjithmonë, unë e Safetja jemi bashkë. Ku me ju qutë të gjashtave bashkë. Mikrofona s'kan, dhe të me pagujt ekstra zërim. Ja, ti mirë që na kem lehë bija, pësë, sa o problemi më lehë. Unë thash teleshikuzve në t'i lëmë punët, se ju gjithmonë keni qenë shembull për gjithë ne, gjithmonë keni patat paraqitjen si Zoja, si keni rujt traditën, keni rujt muzikën folklorike, muzikën burimore, keni këndu taman këngë tradicionale, kënga shqip pastër, edhe gjithmonë keni dhanat për shtypjen se tash unë mendoj se muzika ka fillu më shumë të shikohet se sa dëgjohet. Edhe mua muzikë s'dia ekziston. Mundohemi që të bëhemi më evropiana, po më të shkojmë në stil dë botës, unë e kuptoj, rinja e do atë, po ju gjithmonë keni qëndru besnik edhe jeni për duar të trokit. Sa mirë fola. Lule, zemër, ti, unë va kom përcjell gjithë intervistat, jo mundu diçka të lumtoj, diçka të shoh se çfarë karakteri jeni, për shkak se juve dyjave ju di, katrave juve shumë fort mirë si ju kom dit, edhe shoh Lule. Edhe shoh Lulen në përdo emisione dhe jo thom, he zot, si mundet kjo me motrat Mustafa? Kjo gangstere. Rebele. Na jemi rritë mushtisht. Kjo rritë në Prizren. Kjo e vogël ka shumë në Prizren, edhe tash është pak, e ka ndryshu në është ta një stil, e ka buke tjetër, na jemi rritë në një fole që shtojnë se na mushtisht është një uftë për tradit që e ka pos këndimin, e nështë ta ka ndiku pak aja, se kjo si fmi veç u rritë atje, edhe na ka dalë kështu për dush, këtë pojnë. Ju ka dalë, zemër shumë mirë jeti, veç vazhdo, vetëm, hajde me mu, lej këto në të hecin, 2x2 në të bohën, ato 3, ti hajde me mu edhe shtyhem as nej se kush bohët ma hitë. Ka dalim Lule kallim, ne? Me motora. Edhe adi që po thot komponismin gjirime, po thot qata pistona s'kam i vesh e ta gjotë. Pikërisht këtë vesh ata të gjithë. Le me Lula, s'do një vesh fistonat e gjotë. Qa vesh Lulja? Tregoni se që Lulja, si lutem Lule styrën. Kur vjen shpesh herë të une, ku jam e martu në Lulja dhe dalin fëmija kanë qef me po, Lulja, kur vjen Lulja se n'gjojnë. Se Lulja gjithmonë me do kapuqa, me do syza. Shalla në kry, me farmerkat grista. Edhe kër e shoj Lulja, jena motra. Me pistangat. Atë kanë shti me veshje tradicionale. Po, më kanë shti një herë në Shkupi, më kanë këtu në gjirime. Po, edhe veç Nisan e di që krejt janë konë se cila për veti të vesh, i kem pas kip krejt bashkë njejt, edhe veç e di që kom jetë në fistanë, s'disha ka medalj. Edhe veç e përë shanjonën, hajde di mënë, pëse s'disha kërka këtë du kryt me shtia s'dur. Veç qatë sen e di, për herë parë që aty. Nese, pesi keni boll, ju kanë vesh mirë, kanë vesh, kanë këshyri si ja, ma e pse vogël, po. trajtojnë si ma të vogël, ma shumë apo? Po, valla, unë e kritika s'kam shumë për ti, si ajo. Veç kjo na këqyr mas shumë neve. Kjo ju këshyri, edhe kjo ju Po, vlerë. shumë zakonisht vërtet me që dilën kjo do është të me ma- shku Prizren, lokacioni Suarek Prishtinë më këty në autostradën për Prizren. Lule, me që jemi këtu në biset me ty, të flasim ti posa ke publiku videoklipin tënd, edhe këngën tënde me një stil më ndryshe, ndoshta i stili që të flenë më shumë ti ty. Po. Po, je bashkan gjithë motrave edhe pse jo. Ditë sot i gjithë po këndojnë popullore.
qatë i parja, me fitu në e dinar që me shpenzu, shpenzimi kemi i boll. Klasim pak për rreth këngës edhe videoklipit. Këngën e kumbate Adrian Goxha, në studion e Adrian Goxhës, me tekst Lindon Berishës, edhe unë gjithashtu. Klipi është bo një pjesë në Preval, një pjesë është gjiru në Prishtinë, me intermedien. U kanë, do më thonë, një ekip shumë i madhë që kena punu me atë këngë, edhe po më duke që u ka hecë mirë, po pëlqehet. Ti se e knaqur nga realizimi? Jam e knaqme. Jam e knaqme se është, ka diçka që ma në fund kom gjithë diçka që mu më flenë. Jo me defa. Jo. Jo me defa. Atëherë teleshikus të nderuar, nëse jemi gati që ta ndjekim videoklipin e Lulës, pasi që është këtu edhe e ka tazë se i ka dalë për furrës, ndjekim Lulën, njash stilit me defa. E ndjekam edhe videoklipin, shpresoj se u kënaqet, ju pëlqeu, mu më pëlqeu fort, duke që shumë bukur, me ritëm, ndryshe. Tash e kam ka një pyetje për gjithë ju, po për 8-5-tat. Po filloj për te, shkurta. Shkurta, do më thush vetin më të mirë edhe më të keqet Safetes. Kom vendos me bo horë Safetes sot. Edhe unë kom vendos me jalon kumës, për këta kia i ka këto vetit ma mirë i din të krejt neve. Krejt ka një fjalë, si e përshkrysh, diçka të mirë që e donë Safetes edhe që s'ja donë. Të mirat i di krejt, ama të këqijat s'po di sapit kur Kjo po doj ka ma shumë. Fali zërë, fali ku më rije, fali. Se këti që... Bigi me bo me fol. Safetja të t'kale e kumërin, jo, po jesë ke kumëria, vazhde. Vetit mira, Safetja ka shumë. Po të këqia Po ka dhe të këqia. Të këqia? Në atë mënyrën jo të këqia shumë. Safetja është një tip pak ma e mbyllt, që nuk ka qef shumë e dalë. Vetin e keqë me dalë. Po, une personal kam qef e du jetën me shetit, me pa. Edhe ishëm që tash një domrami në Gjermani, edhe pe thirin telefon, pe tham Saf, po shkojna bashkë për Kosovë. Pa okej, po une me atë frikën deri sa shkova prej hotelit, pe thiri a iden, pe tham, une avionit i tut na shumë. Edhe thash, jam të tu dhejtë më rritë e Safi, si kur prej avionit. Thash, nuk e di që shka më prit, edhe që shdet kalej rrugës, sa une kam qef monal shumë, Safetja s'ka qef. Qa s'ka qef? Monal me pikate. Monal rrugës, me pushu, me bo foto. Po, deri sa shkova aty një emocion, zemra pak, po kur shkova si të keshëm prite o, ku je kume, edhe ta përqafa unë në dy pacit, ku të kam motër. Safa vepim ka një kafe, pepim. E, thash, ko ka hana mirë, me siguri, mashallah. Kështu që banëm dikon 2 dit, rrugë, kena kalu shumë mirë, jena nalë së ma ka prish qetin ku kena thonë jena nalë, kështu që edhe qatë vetire keqe që e ka pas, për mua është me krejt mirë atash. Ela? Me thonë Safi ka shumë vetit mirë, ata shumë ma veç shumë. Pe livdojna shumë, po më duket. Safi e ka një vetit keqe, që jena rrit të nga tregu që ka me vesh. Që ta ban edhe që ta zban. Edhe une për momentin e ngojsha, po si dalësha në pak bataj. Se tjera veti ka shumë të mira, po prapë sot shumë i falenderona, se për një mena ka qitë me një rrugë, se si të reja gjdo kush, ka gabime, ka... Po ta shlen fjallën e mas ne edhe me këtë. Po për një mena nga ka drejtu me një rrugë shumë të mire, si në veshje, si... Në fjellje... Dhe me thonë e falenderoj shumë. Sahide, ati që jem ndoshta më shpesh. Qa me kalzu unë që nga rritë bashkë. Thuj libër dhe të me shkry pi hekave të kësaj, a? Jo. Dëgja, kjo është 2 vjetë ma e madhe se unë. Edhe ka veti shumë të mira, është shumë e sinqert, është shumë e dashne, nuk të mëson për keq. Unë me një anë në shtakështillat e kësaj, mu më kanë qunë rrugë shumë të mirë. Jam konë ma e ri se kjo, jam shtetë si në kratë nanës që dojnë. Dhe dhe në gjdo konë ku kjo ka folë, ka thonë, pe zoni shembol, imi konë grupi kër u kry koncertin, na im konë e re, edhe kjo e re, dhe unë e re, edhe kom dhe për shembol, hajtë krejtë shoqënia grupi, hajtë sa i depi një cigarë, se kom pi kur, asun as kjo. Po e kom thënë, hajtë tapim, ka thonë pjatit nale. Dhe më thonë e kom nalë, edhe s'kom thonë pse me nalë, për shembol. Edhe ajo ka ndiku në shta mirë, se që kjo reagimi kësaj, në shta mu më ka
Ndimu më më ka ndimu për mirë. S'ka njeri me krejt mirat, po Safetja me të vërtet është. Për mu kon shok, u kon kolege, u kon nan, u kon motër, u kon krejt, për mu kon. Gjitha kanë, po Edhe Sabri Fezullah, bile kolegi unë ndërum, thejke, Safetja është forca motorike Mutra Mustafa. E tjeti keme 16 kandila. Dhe me thonë këta njëna tjetërën në mësë. Jom pik ty, ama jom të lëvdu sa ma shumë. Unë kishe me zonë gusht, ama... Ta që në më faliminderit, s'po du, po dhurata, po du. Dhe me faliminderit, po direktu ko marë, pa? Dhurata. Unë ju thash, ama një avdit mu Safete, e të nisi ju, si t'ja nisi ju me pici. Edhe diçka tjetër, do shta me thonë për Safetën, që kjo emisioneve zakonisht ju ikë, nuk ka qep shumë. E di shumë mirë. Shumë mirë të në telefon të tiri. Me të vërtet, ku na ka thirë Lulja dit, seriozisht na tha te Big Mama, edhe me të vërtet me shumë knatësi kemi ardhur. Kem respekt kolegjal edhe njerëzor për ty dhe për punën tonë. E sidomos, mas u hap 21 në Macedoni, një falendrim shumë të veçantë krejt shqiptarëve që jetojnë në Tetove, Gostivare, Shkupe, Kërçove, Struge, gjithkohë ku si treja kemi arë këtu, edhe bile te i vanë kanë mendu njerëz që na jemi Tetovës. Po, është fakt, shumice kanë di që jeni Tetovës. Shumica sidomos kemi kanë treja me ato dyzanoret, me kongë, gjithmonë na kanë thonë na kemi kujtu që ju jeni pej Tetovës. E kështu që falenderim të veçantë për krejt ata njerëz që në gazmentet e tyre familjare jemi kanë dhe na kanë besu. Edhe sot e kësaj dite jeni. Edhe jemi ande. Ju ma shumë jeni këndese atje. Pse se muret ka një shpinë të tovë. Ishim boko shike. Lule? Une du me të regu veç një veti të keqe edhe pak e mirë për Safetët. Une prej këto 2 janë nuk e pinë cigaren, une vën ja kum nis, ama se s'jam të pi për një. Veç puf puf. Po, veç ka një herë. E kjo zakonisht, në stop sartë më shë, bërtet të leje nëse pak më dënë leje. Shkojnë 5 minuta, adin nuk e dhezi, që të krytë që dhe thët, Lulja s'ki cigara, adin që se kom dhezi. Ose zakonisht, mës e dhez, Bol më me këto cigarë. Kur jem e kërë nalim na ikunë, veç kur të shë më ka bli. Vetë mi blenë, vetë i blenë, i dhimesh me e vogële. Por ndryshe, jo se une me një farmyre ka rritë kjo mu. Edhe kum najtë shumë gjatë edhe non-stop rritë e kjo. Për që asë jurin si diktatorës. Po të unë në pak të marrë me të mirë. Edhe do foto që e kom jurike si diktator, ju krejt rrët kësaj. Po. Lider. Lider Safetja, lider juj. Është edukat familjare. Që është edukat familjare që me të vërtet prind nga kanë mësu për me ndëru ma të madhin. Edhe jemi rritë qatë kulturë që duhet ma i madhi gjithmonë më respektu edhe me ndëgju. Edhe kjo me të vërtet ka bo punë të mirë të na se krejt familjarisht jemi që krejt njerës t'i respektoj, i qmojmë, se baba jonë ka qenë ekonomist i diplomu, ka punu shumë vjetë në Prizren, 25-6 vjetë ka punu si referent, edhe ai atëherë ka udhëtu, dhe me thënë të hanën ka shku në Prizren u këthy të premten, se atëherë nuk di pse s'kan pas mundësi me udhëtu, kur jemi konë po flasë nga shumë të vogla, edhe gjithmonë edhe me psikologji thuhet, kur të rritën me një votër, veç femna, ne jemi konkret motra, s'kemi pas vladë, më thënë divan, edhe baba gjithmonë ka qenë largë shpis, jashtë shpis, gjithmonë femnat janë ato që mbjellin dashuri, sjellin dashuri. Edhe na jemi konë ato që me të vërtetë e kemi mbjella dashurinë edhe kemi respektu shumë njëna tjetrën se këtë kohën moderna ke po, për shama të thëjmë, pse me ndëgju ma të madhin, pse qka thot aj, po të na s'mona jo. Jo, të na jo. Unë jam konë veç 2 vjetë ma e vogël, Safetja, po do të thonë, gjithmonë e kom respektu edhe kom thonë qka ka thonë kjo, e po. E kënë digju, edhe unë e kësha digju. Copa isha po me Safetën. Copa, ti kime më kalë të mu, ha këshur për në tonë. Ase vërtet që unë kom su gjithë për mirë, po i falenderoj, në atash publikisht i falenderoj që më ka hecë fjalla, më ka ngu krejt, së më kanë kundërshtu asë njëherë, edhe kemi arrit deri këtu ku jem. Do me thënë, një me folë, 6 në kam. është fakt të më këtu të lavdojnë, ama unë jo me sigurt, ku shkon kumria të Ela, apo shkurta të Lulja, këto garant jënë të të bë muhabetin. Garant jënë të të folë për kesh. Ska këtu, ka najsen, nuk o e mundshme, a ka ndodhë? Kumria folë ti se ti...
Jo, sinqerisht Bigi po tham. Jo asnjëherë, jo për Safetën, po se tha Saidja. Unë nisna me shku të nana, edhe tham du me shku veç vetë, du me nejtë veç me nanën. Dem rinë Prizren, pi Prishtine, si thiri Ren, unë po shkoj të nana hajdi, se s'moj me nejtë me këto. A njërë të shpet, pa ato, kryt rahat. Unë shku veç vetë, du me nejtë, qetë, po e shotë që s'ban pa këto edhe. Shkurte, masi që ti hitës po ki qef me fol, e veç jetu nejtë që aty, apo ngresh zemër me naknu një kongë bërë. Ta tjetër. S'kena është të ytja. Të lumë goja shkurte, faleminderit. A thajna se na fole, apo mundona me dona me janë zirë fjallë të shkurtës? Unë kom vendosët veç me ngu. Veç me ngu? E ty t'kena marrë për syret atër këtu? Shkurtën e kemi shyretin e shpis. Pa shkurtën s'ka shyret. Shyreti shpis këtu gojës për qenë? Këtu nashta pak me rezerva është, veç si së shkurtja në shpe, është shumë qëtësi. Si të shkurtja ka muzik, ka vallëzim, ka hare, ka gjithë shka. Shkurtja, shme hareshme? Po, ma hareshme. Ma e repta? Jo, unë e repta. E mësu ma e repta Jo, kushe? ma repta o Saidja. Saidja është ma e repta? Vetëm dhe mu, vetëm. Lule, shpejt, kush është ma e repta? Që, Saidja. Masnej me rënë. Kumëria. Kumëria, mo. Kumëria? Ajo shumë, E shumë. kashun e du me ndërhy se Jo, mësë nuk nuk të e folë di shumë. shumë drejt. Ela, për Elen mundet me thonë pak ma e rreth.
Ti Ela na këtë një përlotë. Unë e skandal. Te leqikus të nderu. I kompru këtu kur dalim plok për ploke. Që sa vjetë s'ka ndodhë. Që sa vjetë që përla, pikmama ishtit më përla. Jo, te Sahidja është, unë i kom pas 15 Shkurtja foli. edhe telefon mobilin u duke me majt tinza Sahidës nuk u dzojsh na prej kësaj se shumë e reti, telefona në këni, edhe gjep tinza kësaj. Nese unë u martova, Ola i bani vajza Sahidës 5 vjetë edhe hini ta mami du një telefon, këta po me mamin. Thash po, thash unë e 15 vjetë tinza kjo po me mamin. Po kanë drukun atë. Po dhe, Fëmive të vetë po, juve jo. Po me mamin që shjo ati e vogë. Ama kua u konë që është. thash që kjo është e vlati tu ta bopshe. Se të në vladi ta këthe. Ma e rep ta dole ti. Tu i pa shpresa të në të Sahidja. Sahidja, Jam tip tolerant. Sahidja është shumë e dhemshme. Sahidja. Tolerante shumë. Nëse nga Karavic një grip është në gjendje 100 telefonata mi ba. Nuk të lenë edhe qatë gripin pak me krye, qëshje, atë ka kalu. E në me virusa lypuna. Jo, që ka qef me di gjdo minutë se qëshje. Atë ka kalu, aje kanë të mjeko. Do me thonë, është në gjendje tonë ditën me nëjë telefon me dvetë, që ishke është shumë tip i dhimshëm. A, ma si të ma hajgajra gjikja cëla është. Hajgare qikën e kemë që ato. Ato për të më lidhë. Vjondina? Spumëria na prishët qefi krejt. Se kjo si të vjen është krejt hare, është non-stop veç humor, nuk plan hiq tema, diçka me nis, naj tem stresuse me zonë, naj bised, diçka të kalume, nasin hiq nuk dan. Thash e kume e tjera lulen, e mor kjo telefonin, thash kume thash moj adresën, ka kena me shkua, nena tha, nisu drejt, thash, shkoj shka Kaçaniku, e kime kalu, tha, kufinin e Kosovës, ja jopish pasaportin, të na del të Macedon, ja personal ke heq. Të tire në një Macedon. Po edhe në fund, kur e kryta bisedën, vajzës Nikës i thash, po më doket se kom lana së përgjigje më këtë vjetë, kur gja e kryta temën, edhe jam shela telefonin, shko drejt rrugës për Shkup. Vazhdo del aty krejt edhe mrite. Po, edhe mrish në vend. Që ku jeni, në studio? Atë kom thonë, që kena me mri. Do me thonë, Shyreti Shkurtja, Hajgarezhikja Kumria, e repta Sahidja, Safetja me e dhimshmja, ju dyja që jeni? Sahidja është ma e dhimshme. A Sahidja? Unë e rri seri këshyri. Ti seri? Unë e rri seri këshyri. Ti seri këshyri? Ti tu i njëru këto, dhe? Po. Ja, Sahidja nuk Gangsteria. ka shumë e rap, se që tash po më dhimët, ka njështë të folë, unë e rrish të këshyri. Amo, e kum pas një farasti se kjo zakonisht të më thirë në telefon, ora 12, 11, alo në gjumja, son regull që kesh ka i të botë ti. Dush më që ma herë, da ne klej edhe një ditë vendosa, kur më ka thirë se zakonisht gjithë, Allah, kështu, kur më ka thirë një ditë, jam që kështu jam mula, dhe në dhe, halo, ja po kështu jam që, motë. Dhe me kete dhe, e kom unë e këtu një gjallë termin. Jo e pikin 12, 4, mas Ja, ditën e ti kjo në zë, shumë. shqyqyr që ku këtë Rrit sot herë. ta natën, flen ton ditën, e ka ndru krejt. Qa me bo, Edhe burë më s'ka, thonë mi s'ka. kur të thiri, lalo në gjoma, po qumë e normal. Edhe që E re. ma e rep. Thash, ajo nuk ka fmi, nuk ka burë, kështu që qa bon, ta natën në rrinë telefonë në Facebook. I gjetëm krejt, po, Elës. Unë jam ma e mira. E nuk priti ju e gjetë, po jo me e mira. Ma diçka të keqe s'ka, kështu që unë po daj ma e mira. Ha? Hajde. Ela është shumë punëtore. Edhe doke. Me shku në A besoj i Shpitelës. tregoni karakteret, si thënë edhe karakteri brendia njeriut shfaqet në... Me shku në Shpitelës, nuk ki me gjetë, ka shpinë shumë të madhe, s'më me gjetë kur gjo keq, të kjo. Shku njerë me bujt me kumërien, vetë sa kemi dalë prej dhomës, kemi shku mi pastru ftyrën, kur jemi këty e ka regullu dhomën. Këthej ka shkojmë për dhunë edhe njerë bina. Vesh t'ja prishi. Edhe të nana kur t'vjen, fshin, veç njëherë, tha, shkajni të botë që të nana të nej, tha, fshin e mirë që atë shpitha se jem të ardhë me një shoqe. Edhe na u qumë krejt e dritum salonin, se shumë motra, se kur ardhë hu vetë, tha me qëllim e kumë bo se sërë, po vjetë a veç unë të fshin. Tha, që tha, Elen e kem ma punëtore. është si ves pas tërtin. A cila gatu në mas miri? Me gatu.
As njona, si më duket. Saidja është nishi për me kuzhinë. Se s'din me gatu hiq, Kem shumë mirë, bile du me tregu një rast, po më thirë në telefon, tha, ku me, tha, shkaj të bo, thash që Aida kur gjonë shpe, tha, po duvaj me prevu me qitë një pite, thash, po ani moj Aida prevoj, e dele mirë, s'del, djerë, dy edhe dikura ki me mësu. Ani vala po, hajtë, ku me, unë he, a du të mi qitë bojam? Thash, po Aida bojam e orize, kepe, krejt, shka ki qitja, thash se veç ma e mire, shka me daj. Oriz, pasul, kretë përzi. Edhe mu kesh qatë shumë, tash jo, o shpirt, tash se nuk do të bojam. S'po din me qitë peta? Jo, e kom qitë një pite, Kanë marrë këtë një këtë shpia. era arkepite për një men, shumë era mirë. E të i laptu të me kompot E mirë. kur erdhë shoku prej, asi tash me gzim pitja, kur shka me nëzër pi furrës, ta e ke busi me shkel me shleper. Tu ma pizom, da e pitja. Ja tash jam supi, Je mësu. Safetja është Jam ma e su. mire, ka kuzhina. Sa fitja me e mirë. Ja, kuzhina i shkon edhe safetës edhe Ejda është shumë e mirë kuzhinë. Shkur të e vë me përgjita, di. Për lullën ma, s'po folë Lulja i kjo din është e krejt, njoftën s'ka për... nevoj me mësu asë njëse. Lulja krejt, ha? Na ku shkojmë të nona na pijet shumë, e pim qajnë të na se pim, qajnë e rusit. Pa. Po të na pim shumë kafe. Që tu i Edhe keni, mirë asë na njona ki se gjithë pita. tazat e mdhaj. Edhe si të shkojmë tani kjo e ka atë pak. Dhe me dhëtë me ju qitë E na kafe. e këqyru me hisna qëtë heq. Jo, Keni- se... Veç na këqyru dhe thot a kafe, po quni boni vetë. veç këqyru cila po thot me qitë. Unë da të regoj një rast me këtë punën e qajt e kafes, edhe unë pritoj si Lulja shumë me bo hizmet. Kisha, se mi maturën e kisha mbaru, edhe e shoqet e nanës ishin misafir. Edhe kene pjetë shumë qaj. A unë e shumë i pritoj se 3 herë dhëtë mi mush. Me konë një herë, kafe jam duket ma letë, ka një herë. Kështu ka 4-5 herë dhëtë mi mush. Edhe nana i pytën shoqet, a do një qaj a kafe për më fund? Edhe ato do dhe me ma shumë për qaj e kafe, do, aj qaj vënoj, për vloj qajnë. Thash jo, thash kitë kafe pini, ka një kafe edhe bolle kemi. Ti me artën e me qaj qa bon. Kështu ka një kafe edhe hajtë shko një ka shpia. Edhe këtë e mbija, pëse që në bojnë vetë. Një herë Lulja u që me bu kafe, edhe normal gjizvja për 2 kafe, kjo në që ato i kishit 3, edhe tha qështu, thash pa jo për 2 është e Lule, thash ati zu 3 ata vala me nëzi. Ku vri e Hela? A jeni të gashme të në këndoni një këngë? Po, pa tjetër. Hajde.
O fort po tutna, si po bindashni, si po bindashni. Ju lumt goja, na kënaqet, unë emision më të mirë s'kam pat, biset, shiret, 6 bijat këti kom leth, me të mira me të këshia këti kina shpalos, sa feten e kemi këtu nëne skandaleve. Jeve në kalu me patën blerën, do me thonë, unë do t'i shpalli si, po s'qe e këshu lider, po je dhe lider, për skandale, për thashe teme. Zdi portalet a shkryin ma shumë se për stafeten edhe për blerën. Ju dy mbajni stafeten për... Portalet janë bon, është shumë e çuditshme. Tash edhe një foto me postu dikush, atë të mërësisht e bojnë një titull, sa nuk ta rok logjika me mendu një njëri normal, me bo një titull që s'ka të bëj heq me tekstin më rrema. E mërë fotografinë e bon me mente vetë, a o djali jota, a o mau jota, a o baba jota, a bon burë. Sa është shumë, jena të jetu me një kohë shumë, me thonë të keqe për sa i përket, sidomos portaleve shumë të papërgjetshëm për titut që i bojnë, për shkrimet që i bojnë, as jep llogari kush, e qetë për shembull një rend për stafetën, për sidomos stafetja konçendet të vëmendjes, po tash po bona marak mos më shkruaj një ditë. Shtash lideri motrave Mustafa, stafetja. S'jam kundër unë gazetarëve. Sa le të pikrisha desha të të pyes, sa të mërzitin këto thashe temet? Seriozisht në fillim e kom unë shumë tragjike. Janë marrë shumë me jetën tande tande private. A beson isha muqu me qilë telefonin me po ftyrën temë çdo ditë. Shumë të merrish për mua. Po e pash që s'po muj me bo kur gjanë e lash, tash let shkruajnë, let kem sa në shumë ma të meqme, ma të mira mu more me shkrua, si... Viki se na jemi afirmue në një kohë kur s'kemi pas shef përmes nështë tash tritë dhe përmes skandaleve po bojnë emën, në një mënyrë. Na jemi afirmue me një kohë kur kemi dhënë vlera, ato që jemi konë me të vërtet e kemi paraqitë edhe në kongë, jemi konë shumë sinqerta, si në bised, si... Gjdo konë, do me thonë tash për neve është pak e ranë, se na jemi rritë në tjetër frymë. Për neve dikush është atët pse, ani shka në shkojnë gazetat, për juve dikush të veç reklam, jo së është reklam. Kur të prek në privatizëm, kur të prek edhe kur, sidomos kur je nane me 2 fëmijë. Na jemi afirmu shumë herët edhe mu me thonë unë 18 vjeqare, sa i dja 16 kemi pas turneja tona, Macedonia, na për Evrope. Në më thonë, jemi konë shumë të reja, për njëtën private jemi mundu me shku se atër kemi iknu veç me veshje komtare. Apo kuptojnë, edhe njëtën private, nështë ta kjo ka pas qef najherë dhe kemi pas moshën për më vesh fustana ma të shkuta, si. Po janë mësu njerës me na po me veshje komtare dhe mu të gjithë mund ka penguaj, e kom thonë jo që ta s'ki me vesh pantolla, vesh e këto. E njëherë në Lucern, koncerti mi kam të njës prej hotelit, e kisha vesh një fustan dhe që tu, shumë, jo i shkurt shumë. Edhe po dalë prej asi me shku në koncert, vesh ma ka po kuaj të shku kështu? Thash në koncert me shku kështu, se kishmi mu veshje komtare në atje. Vesh me shku dhe në... Pi hotelit në salë. Dhe në koncert. Thash të thash shko, vishë i parmirë ka tani vje. Shkova e heka fustone, e vishë a parmirë ka. Valbona Kelmendi, këngëtare edhe ajo, edhe ishë gjithmonë me neve në turnej, edhe ma bëjke mu Pasha Perëndin shumë je mirë, shumë je dhenë, veç kur s'na kellon mu knaqë. Po, kur s'na kellon mu knaqë një me. Ketë mira tona të ma haqen të heki fustanin vesh i pantollat. U konë edhe koha tjetër. Koha u konë qes ndryshe. Sa ju kanë përkra prindët? Prindë janë gjonja ma e bukur që kemë. E kemi krejt nanat e botës janë shumë të mira, po e jona është... Ma e mira. E valla e jemi e ma e mirë. Konë shoqe, u konë krejt e kemi pas ato. Ajo nga ka përkrosh shumë, edhe baba unë thash është njëri ingritu, një njëri që ka në të ku ka kry fakultet, të më të në shkollën e lartë të ekonomisë, është ekonomist i diplomu, e ka dosh shumë shkollën, a i mbit gjitha e ka dosh shkollën. Kur kënëshmi si të vogla, te ke lene për babë kongën, veç mësone edhe shkoni në shkollë. Po, gjithmonë e ka pas andër ato. Edhe pse rrethin është
Nëherë kanë se jemi kona krejt motra, një kohë s'kemi pas, në atë kohë, u konë tjetër sa nuk konë atëherë. Edhe gjithmonë ka thonë, primare mu konë shkolla, muzika për juve mu konë një hobi, një qef që e keni të lindur edhe keni, po prej arsimtarëve të mushtishtit, prej njerëzve që nuk na kanë lënë neve me nejtë, dhe më thonë pasive, gjithmonë na kanë shty në për ditat shkollës, në për festivale, edhe tash, edhe ata janë me dëvërtit krenartët, nështë ajo kena punë kohën mushën ma tre se jemi frigu që nështë nuk përshkonin rrugë të mirë, po kure kemi po rezultatin e ju dhe suksesit e juja edhe ata sot njën shumë mirë. Lumë, ato për ju edhe lumë ju për ata që i keni, e që ju për krahin e që ju më bështesin. Edhe nuk është letë ndicontit një fmi, se ne rritin, se ne këshyrin, e ku më 10 fmi. Ato edhe u konë koha, u konë pak ma shumë andryshe, jo pak ma andryshe, po u konë shumë andryshe. Kur ka lindë motra 8, dhe më thonë lulja u konë e 8 e fundit, në atë kohë më rritë me një fshatë, me pas shumë vajza, u konë tjetër kohë. E na ka pa tu kajtë, pëse ka lindë lulja, dhe më thonë, edhe baba i parin ata, pëse po kani, pëse bo ma e bukur se ju, po ju vjeni notja. A ju pëse keni kajtë? Na kemi kajtë e 8, me pëse s'ka po tasha pe 8. Se ku e kemi ditë mentaliteti i atërshit i... Se s'ka qenë djallë. Shqyqyr që kanë dru kohnat, shqyqyr që ka... Dhe më thonë, vajzë se dështë ma e mirë se... Hisë pas kanë dash këtu. Jo, i në mëzuke, në kajtë Tash jam gjini. A pikzimit, a e shë? O, qas ju kisha bohën e këtyne. Kjo për një menu bo ma e mira. Ma e mira, edhe si më duket, sa i dhe ti e ke pikdopt. Unë e sa mundova ta vrej prej muhabetit pakës ma... Po lullën e kemi... Ma shumë e dalla. Kemi qef gjithë me pa mirë edhe gjithë... Që haku mrije? Nështë ta nëherë bomi te për ta se... Lullën e kena krejt, si familje. A krejt e do një lullën më shumë? Vetëm sot një 5 herë kripin zetrës deri te Hasret, nona. Një herë jam të marrë zetrën, një herë këpucat. Se krejt ka që hazër mi pas. Kitë hazër, e keni mësu? Qështu e keni mësu? Lullja. Sa jetë e sa fete? Boll folët. Apo kënoni? Kështin muhabet që jem të arru që ka kamera, bide. Më thash, si me... Edhe teleshikuzve i kanë përblu gjykymat e kafet e lape muhabet, si me konë nodë. Atëre s'kena është e ju, edhe vazhdojmë bisedën. Kur vet me shkue, hajt me t'miro
mojte të varë Coce bukure ti kaje e te të vësa spomene Coce parë dhe bukure mojte të varë
ju lumt goja se na knaqet një duar trokitje meritojnë edhe grupi bendi Prizma, të cilët ju shoqërojnë sot edhe sa vite bashkëpunoni me bendi. Me orkestrën Prizma kem shumë vjet që bashkëpunojmë. Është orkestra që jemi non-stop në për dasma, në për mramje, në për ku kem mundësi, sidomos jashtë është na herë e pamundur me marrë me veti, por dasma sidomos është Prizma që na shoqëron me vite të tëra, sidomos maestro Sedat Elshani, është tonisti që i vrejtet edhe zonat i regulon për mrekulli, e ka zërimin pik dopt kështu dati. Me datin kemi punu ma shumë të vogla, edhe në festivale jemi rrit me datin. Është Fadil Jaha, bateristi, që është një djalë i shkelqyme dhe familjen e ka shumë të mirë, janë shumë familjar, edhe është Burimi, është një klarinetist shumë i mirë, është Afrimi, Sintit, është një grupë, do më thënë na nuk i kem të ashti veç shokta ose që nga përcjellin, po jemi bërë tamam si një familje. Janë shumë njerëzor, i falenderoj nga zemra, që na kanë I falenderojmë edhe ne, cilët erdhën këtu të partë, papritu, u janë orkestre rregullur. mrekullueshme, janë shumë. Ishin shumë principier, ju lumshin dorë edhe një duar trokitje për grupin apo orkestrën Prizma. Vazhdojmë me bisedën. Qa ka najsen tjetër? Naj thashe theme, najsen. Ha, ku mrje? Valla, i s'po di, t'ja vla motrav. Me tregojnë ato din ma shumë. Moj me paramendu vetin unë me folti me nejt. Hetë shkone dhe të shuj se je ma e madhe, kështu gjithmonë t'kena dhonë përparsi për krejtë senat, dhe tash po t'japëm përparsi se je, po, normal. Unë kom një surprizë për Safeten. Kemi lojën me vesë. Kush t'i parë shumë ka kërku Safetja sa më së mështin loja me bo. Gjeti bjeri votë. Ska qare ose bjeri dhe qenin. Edhe pondën këtu. Kështu që s'ka qare pa me bo lojën. Me veti ho, ka dal. Ta lem të kënoj, unë edhe shkënoj, ta të lutëm ta mësë. Për të kënu, ta të kënoj dheri sa ta. Që për loja ki bo? Kjo gjithmonë loja ti ka pritu. Ishmi një herë të dajtë dhe lujshmi një loj me peshkir. Me mshep Qa ti dhe paren dutu, edhe na? bo. Dhe derisa e kishke paren kjo, mirë, lujke. Na rejke neve sa mujke. A kur dojshme Atë atëre? minut që e gjojshmi na paren, ke shkoj ke te babgjyshi edhe më shep ke në dhomë. Kur ishmi na krejt, babgjyshi na piskat kina qitke edhe kjo përfundoj ke loje. Dhe më thanë është prej e vogël e ka këto që... Liderde, Nuk i krejt që dal do kjo, kitë me të kësaj, kjo që atë thot. Si keni kundështru as njona për qa që shtë e keni bo? Ta shborë në shpo më Ka pas respekt shumë për ty, seriozisht, se Safetja unë thash shumicën e emisioneve, që jem shumë tëftu, shumicën i refuzan. Edhe kur të thi re, Safetja na thirën, lumë sa idja jo për emisione. Në bre jo. Jo. Po, e Së shkon vetë, edhe ashtu ti po folë ma shumë. Jo, do të mja bo me shku vetë, na, qa me bo? Nisja një dahuni, vetë këti, vetë ti. Po është edhe ajo se non-stop janë të nëzane, me udhëtime, me edhe... është fakt, është, dikush nuk Kjo të me kupton, se nxipret, është një punë, me të vërtet Me pas një je shumë e pushimi. stresume, veçanti kur ke edhe fëmi, ke obligime tjetër, ke biznes tjetër, edhe non stop jene për aeroplane, edhe njerëzit t'japin stres. Ti gjdo dit njoftojsh ka 100 vetë, gjdo dit publik ndryshëm, gjdo atje 500, aty 300, ma është tru. Dikur ma njeri do në rati Nuk e kanë udhëtimet shumë, ta Po. do. Ela, nësi që bisedojmë me ty, të flasim pak me ty, na përshkruj ti 2 vlezërit. Ato se në tafë për muzikë. Ti vëzrit kanë aftësi shumë të mdha për muzikë, po që nuk janë kyç. Iliri është shumë e ka një zonë shumë të mirë, po që është një tip pak demel. Muj me quj demel, se masi veç nuk ka, është pak demel, janë shumë të dashën, janë shumë... Një ditë mësë më na thirë me shku, është e pa mundshme. Hajde, gjdo të premte i kina telefonatat për me shku, më bë bashk. Ato dy nuk me qa meren? Liri tash po punon, Liridoni është për momentin në Austri, vllai i dytë, është i martu, me ka një djalë. U martu vllai i dytë, domethënë para i Lirit. Mjere e nusja. Edhe jo ka shkuar Mjere shumë e shpejt. nusja, të zomba.
O zotë, mos më qënë që t'i shpije. Shumë kunata, shumë dhurata. Shumë dhurata, qëfar dhurata? Shumë kunata, shumë laçka. Shumë dhurata. Para me ndo kur të t'vinë të tetat, me fëmije, me burra, me kërrejt. I madh që dhe ajo na thirë çdo herë. Se nuk... Si ko martu unë juve kishit vajo kishit thirë. Jo, atash me ato jem sikur me pas motor tonë. Na t'ka bo si motor. A pas motor keni dhatë motor për bojni? Cila do që del në qytet lulja, po dikush, do me thonë ajo del e para me lullën, ose me shkurtën, ose me dikan. Nuk e trajtojnë asi nuse ato. Ajo njëhet të marrë... Mo ka e një botet, bon unë edhe 15 ka një. Talent ka shumë. Doja ma e mirë të na është që je motra shumë. Po, jena motra kalabla. Unë e kisha me thonë për nusën tonë, e kom thonë shumë herë dhe ka me thonë ta njetën, unë me thonë njeri ma me fatë një jetë që u kanë, që ajo ka qëllu në familje tonë. Ajo shumë e mire, jo sinqerisht me thamë, ajo është shumë e mire, s'ka fjallë, po unë e thamë ato e ka uru familja natë e ditë që ka arë familje tonë. Edhe kjo është nuk ka diskutim. Lumë ajo. Ti t'i pijem jetë. Jo, lumë ajo. Lule t'lash ty me këtë jetërën. T'lash ty Lule, me ty po shpunime. A me këtë po më shkon ma shumë për dreshtia. Jo, është edhe ma e lirë se të familja vetë, seriosisht. Nuk e ka problem për shumë pa tjetër si nuse që qonë herë, qohet kur danë, del kur danë, vesh qka danë. Apo danë, po du me thonë që është shumë e lirë, edhe ma e lirë. Unë e tjetë vesh kur i vini ju tetat, që këtu ja vini jetën asaj. Kur i shkojna na tetat, na i thojna njësa muq më ullti që na qomë njona qisëm kafe, ose ndodhë me qita jo kafe, stafetja kom në këqyrë krejt veren. Havaj qoj se gjina. Po i safi një kafe o të qitë, po, se është ma e re, edhe kështu që... Edhe njona kështu ka qef pak na minimu. është e mire shumë. Një me edhimshme, për shdo dytin... Na i kemi knu lulijat shumë. Na ka shku jeta të i knu kunatat e të knu nuset e tashma në fund dhe kemi marrë dhe nanjët tonë një kunatë. Ligi që niset prej vetës nuk gabon asë njëherë. Që shke qef për vajzë tonë, ose për motër tonë, ose për veti, edhe s'mun është me gabu, ta ma në trajton që shke qef ti, që shke pas qef ty me trajtu dikush. është pa. Lule, quna këna? S'kena është të ditja. Fill në shpirt më do gjigjani, po të pres pëllumbi i bardë, gratë të ëndrat e mija, valë si që n'ka dashuria, më e fshet se fshetësia. Të ndroj natë për natë, o shpirt o gjatë, për natë, o shpirto gjatë, hape zemrën shpi, se më myti mali, i kam dy fjali ruaj për ty. Do t'a përvibu zene zjartë, unë do t'i pudhi sytë e zi. Zemrën shpi, se më myti mali, i kam dy fjali ruaj për ty. Do të përvibu zene zjartë, do t'i përvi sytë e zi.
shadërvani, më pushesh me buzë të zjartë, thellë në shpirt më do gjigjani, po të pres pëllumbi i bardë, gratë tua ndratë e mia, valë si qenë ka dashuria, më e fshet se fshetësia. Të ndroj natë për natë, o shpirto gjatë, të ndroj natë për natë, o shpirto gjatë, hape zemrën shpi, se më myti mandi, i kam dy fjali ruaj për ty. Do t'a puthi bu e zene e zjartë, unë do t'i puthi sytë e zi. Një qimë poezi do t'i shkruaj për ty, o por as njëra s'bën pun që ti të kthesh te unë, o por as njëra s'bën pun që ti të kthesh te unë. Molle ndaluar për herë, o qenë ka dashuria jo e mbuluar me dhe. Molle ndaluar për herë, o qenë ka dashuria jo e mbuluar me dhe. O por as njëra s'bën pun që ti të jesh me mu, o por as njëra s'bën pun që ti të jesh me mu. Molle ndaluar për herë, o qenë ka dashuria jo e mbuluar me dhe. Ndaluar për herë, o qenë ka dashuria jo e mbuluar me dhe. Dil në mahale, ty t'kam për male, unë për ty këndoj, kur së harro. Gjane, dil në mahale, ty t'kam për male, unë për ty këndoj, kur së harro. Eja ti oj gjane, të pres në mahale, si lulja me hale, si dora me kone. Eja ti oj gjane, të pres në mahale, ftyra jo te ame, si lulja me hale, si dora me kone.
këndoj kur së haro. Gjane, 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 dil në mahale, ty t'kam për male, unë për ty këndoj kur së haro. Eja ti oj gjane, të pres në mahale, ftyra jo të jame, si lulja me hale, si dora me kone. Eja ti oj gjane, të pres në mahale, ftyra jo të jame, si lulja me hale, si dora me kone. Muhabeti me ju s'ka të kryme, na kënaqet me atë kretë jeni goja amëla, këtë jeni zoja, këtë jeni të mira, këtë këndoni bukur, unë nuk mund t'ju dalloj edhe kur këndoni të gjashtat, nuk mund dalloj se sikur se këtë një zoja keni. Geri, në prapavi mund na shlesh fotografit, foto ime preferuar me shizerkat, motrat Mustafa, teleshikuesit mund t'i ndjekin fotografit në prapavi, ndërsa unë ju kisha lut pa instrumente, të këndoni një këngë këtu të gjashtat, si me qenë shpit nanës, edhe për qef me këndu. Po, do ta kënojmë një këngë, kështu ma si ullë. Hajde. Do ta kënojmë një këngë të Gurbetit, një përshëndetje për kretë. Pa tjetër se diaspora në ndjek një përshëndetje për gjithë gurbeqartë, një putje të madhe prej me këtu Big Mama, prej motrave të Mustafa, prej studios ton, një kafe me mamën. Vazhdojmë. Si kur sot dhe moj me mirë, oh, një natë vere shumë të nxehtë, vatën ardhë shumë mysafir, oh, më përcjell, oh, më përcjell, oh, për gurbet, oh, dhe mbushë plot mysafir, oh, më përcjell, oh, më përcjell, oh, për gurbet. Ah, baba rujke mos me kaj, oh, edhe pse i shumë mërzi, oj plasi vaj, oj plasi vaj, o si kurshi. Nana lot smujti me inon, oj plasi vaj, o si kurshi. E kënu me qëllim se nana jonë gjithmonë të ike, se be s'pëknoni qëtu pa instrumentet të ike. Bigi, kjo foto këtu stafetën kër e këna marrë me zorë me dojnë qytetë. E që këtu prej tresha. Lideri, gjithë stafetës. Sultanesha. Sultanesha stafetës. Edhe bashkë si hyremi një me të shtu e ki. Hyremi, stafetja hyrem sultanu bo. Ta që qëri portalet për shkryjë. Që vëllazërit këtë vëllezërit, po? Tash portalet, unë e thëmë, ju kom dhënë portale vëzat mirë, ju kom po
Për Safetën, muhabet kanë në një Në avdisht ta është në stafetën e talon, portalet që plot kanë. Plot kanë. Tu? Tu që ty që e keni, Ka një po, shëtitje në Prishtinë aty. që e keni mashtru Safetën me dalë. Kemi shku të këto bijat në Prishtinë. Po, me djalin Diuri është aty në Mejdën. Vazhdojmë diri. Shyretja. Një foto me kolegen. Me shyretën. Për ndryshë është edhe kojshi Safetës. Edhe kojshi jeni? Një zote ti sa thashe theme, bëjnë një shyretja të varta e theme e shfarkonge. Shëretja dhe motrat në Këtu prisin është motra e madhe me që është në... Kjo është motra e madhe? Po, motra e madhe bashkë me djalin edhe me vajzë. Kjo që s'ka lidhje me muzikë, ka lidhje për nuk intereson. Ka lidhje ma e para që ka fillu. E para ka fillu Edhe ajo. shumë ka njerë në dhimet se që kjo është motra Se nuk e vazhde, madhe. nuk deshti apo? Atëherë u feju pak ma e re, e la shkollën. U martu? Edhe u martu. Vazhdojmë? Ka qenë shumë e bukur, edhe sot është e bukur shumë. Është shumë e urtë. Së është si Safetja e re? Këtu Safetët ja kom zi jetën sot. Safetja mot të pik. Masi erdha, mire e ki. Mire ki të... Palesha, kur dale Safetja, nërshë edhe njëherë unë të kjo Big Mama. Këtu është djali im Diuri. Këto e Djali. kena relax, këtë djallë. Edhe ftyrën e pas ka si relax kështu. Kjo është në Ti kemi komend. pyt relax mi alon emrin. Po, relax. Bashkë relax. Shkurtja. Të top, më s'ka bukshëm. Të top jeni? Të tovje me një dasë, po. Vazhdojmë Geri. Ha? O, kush e ke bukuroshe? Kjo mësë është Miss Universe. Qashtu. Qashtu është, apo? Veç kushta ka i nati. Nejse... Safete këtë në dy vajzat. Dy vajzat. Një përshëndetje për dy vajzat e tua, veçanti njënën e kemi këtu, brapa kamerave. T'puthim si e kish zemrë... Donika. Donika, t'puthim përshëndetje edhe për ty edhe për motrën tande, edhe për gjithë fëmijët. Tregoni, kur mbledheni shtëpi, sa fëmijë bëheni, me fëmijë, me krejt. 17 fëmijë. 17 Sa? fëmijë. Ani dhe mu 17 fëmijë, kjo hala s'ka bo. Kur të bënë edhe kjo plus 7, 20... 17 fëmijë. Darsën të na është. A nuk ju dalin ment, alla ile? Jo. Interesant është shumë. Jo, se janë të vetë. Po, dhe? Vete një ke lule. Me lule. Jo, seriozisht janë shumë fëmijë të lehtë për njëri tjetrin edhe e çojnë shumë mirë me zveti. Seriozisht shumë interesant me ata fëmijë. A nuk bëjnë zhurmë, po Kur fëmijë nuk ato rrogën, as lodhë. nuk idhnohen për diçka ose për një lodër, po secili kështu me arktu dhe me disponu tjetrin. Telefonat. Seriozisht. Po, shta është telefonat, iPadat fëmijëve, edhe Po, edhe tu mshime. shukate këtë, ju mshelet goja. Qërë lule. Ne dal po afrohemi në fund të emisionit. Unë që t'japim hapsin edhe një potpuri të bukur të na këndoni bashkë me orkestrën. Unë do ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Një kafe me mamën, ishtë një kënaqësi e madhe. Me të vërtet ma bët një emision veçantë, ndryshe edhe paloja, do më thënë edhe paloja bëhesh kanë emisionet e mira. Kisha pranu me lujtë se gjithë shka thanë për mu. Gjithë shka, po, krejt. Mami kish lujt. Mami kisha lujtë edhe i shkry emision. A kështu, qas tonë për ty, e dole e keqja, e tonë. Lule, qa do që kishe shtu për në fund? Une faleminderit, s'po të thamë ty, po për ta vete që i kom pru krejt. Unë falenderoj ty, falenderoj se ti ke qenë iniciatore. Jo, faleminderit ty shumë që na ke ftu, edhe unë që i kom ftu të tjera. Suksese për emisionin, unë për vetje kom përcjell zakonisht dajherë kur kom pas ko. Unë ka pëlqy shumë, po deri ma këto kur... Safetja kursëm ka këshyra, pa? Jo, Safetja ka siku, po garant e loja të ka kalu. Safetja, që këtë moment që e boni ishtash, jo, të kom këshyrë si nëna eme, mu të Jo, seriozisht, i kom pa, nuk më i me thonë që i kom pa krejt emisionet, Normal se që ti e zakonisht den se as ti vetë si ki pa emisionet e tua. E kështu që nëse e ma qëtash ma kesh kuzdo mu, lumit fare mirë, se nime si kom këshyrë. se çdo herë jena vikende po jem zonë, rrugë, s'më i me thonë që i kom pa, po disa i kom pa dhe më ka pëlqy. Jemi një shumë mirë, faleminderit shumë, edhe Faleminderit. pse shumë se ne i zbulun këto për mua, që se kisha ditë, kisha menu që jam shumë e mirë, po menojnë motrat veç mirë për mua,
po vliq mirë, okej. Peshe, qa zbulove, në kratem, s'do ishe me ardë në kratem, në cene, la more vesh ftyrën e vërtet. Qështu, sa ide? Faleminderit shumë. Suksese me emisionin ta, që me të vërtet na relakson dileve, se na e dim që gjithmonë e dilja vjen si e losas, dilet qytet, as shkot, kërkon, është si e zbet, kështu që me emisionet e juja na relaksoni, dhe ju urojmë suksese. Veç suksese, shëndet të gjitha. Po, faleminderit. Faleminderit shumë për ftesën. Suksese në emisionin tënd. Kumrje, nis një rënë. Kryja dhe për mu se shumë nga të shkoj. Faleminderit shumë. Me të vërtet jena një shumë rahat. Mire pasaj ja kem harru që ka kamera. Me pas vazhduhem nështë edhe 3-4 orë kishom fol, kena shka me fol. Faleminderit shumë. Suksese gjithmonë. Faleminderit. Ha, shkurte? Thuaj një dy lafe për fund. Me të vërtet jam kënaqë, jam një shumë mirë. Suksese veç. Unë ju faleminderit shumë juve, gjithve, veç e veç, me të vërtet më shkoj emisioni si me qenë 2 minuta, kështu që unë me qenë edhe këngëtar tjerë t'jenë ka 7-8 motra, t'i marrë kështu, ma kollaj, ma rahat, ka edhe muhabet, del muhabeti, faleminderit shumë, gjithmonë do t'a keni derën hapur në këtu në studion tonë, televizionin tonë 21 në Maqedoni, e di se e keni 21 në Kosovë, po ne jemi 1, kështu që ishte kënaqësia ime, ne do të mbyllim emisionin edhe me një potpuri bashkë të 6 motrat, kështu që këtu unë do të mbyll emisionin, do të faleminderoj edhe një herë shtëpinë e modës Herat, të cilët u kujdesën për veshjen time, do të faleminderoj Armend Ramadanin dhe Mirëmbeçit deri të diellën e ardhshme.
për ma